Normalisht që rrezikon jashtëzakonisht shumë në lojën direkte që e pati me Suarezin, domethënë me konkurrentin direkt për të rënë nga liga, u do me një rezultat negativ. Mendoj që asnjëherë nuk ka qenë më në pozitë të pafavorshme, edhe do të jetë shumë e vështirë për shkak të edhe të presionit. Tash dihet se kanë mbetur shumë pak lojë edhe nuk e di nëse do të jenë në gjendje që ta mbajnë llopin në Super League, por tash as bie, zoti Mema, të regon atë që sipas teje, mos u bëkash diplomat dhe... E dita që kemi ma bo këtë pyetje, mirë po me thonë drejtën, përgjigja është shumë e vështirë. Mes dy zjarrësh. Mes dy zjarrësh. Media thët që po zemra thët ju, a është kjo? Ja. Kjo s'kemi bajna në me vode, une tash të panci i dhe skuadra së mundë me qenë, jam panci i liris. Une kam kalu një periud mirë. Je fanë se pak edhe i tërë batatines. Jo fans, po unë kam kalu shumë mirë në gjatë kohës sa kam qenë pjesë e ekipit të Llopit, edhe me Podojevën si qytet në tërësi, me tifazët, me antarët e kryqësisë, me futbollistat, edhe kam një simpati për atë klub, edhe normalisht që janë një klub i cili kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë me mbërrin këto nivele, dihet se sa shumë i kanë dhënë futbollit familja Batatina, për atë punë kam një farë lloj respekti pak më të veçantë për shkak të sakrificës që kanë bërë për me ngrit klubin në këto nivele, edhe për këtë punë dëshiroj që ndoshta ata të jenë pjesë e Superligës përsëri dhe të mos ju ndodhë ndoshta më keq. Ata kemi regjia tabelën këtu mbrapa nëse keni mundësi. Ta shohim pak sepse me thon drejtën nëse Llopi bie nga liga do të varfërohet edhe Superliga. Edhe për shkak të infrastrukturës, edhe për shkak të aspektit financiar, edhe nuk është ndoshta në interes edhe të ligës tonë që Llopi të bie nga liga. Mirë po, kur ka ra një Drenicë, kur po rrezikohet një Prishtinë, kur kanë rrotë gjitha skuadra tjera, mund bie edhe Llopi, kështu që nuk i garanton askush